Përshëndetje miq. E kam marrë mundimin në këtë paradite të ditës së shtunë, pra në këtë fundjavë, për një lloj prononcimi për të tërhequr vëmendjen përballë një realiteti që unë do ta quaj të frikshëm, sepse abuzivizmi, mashtrimi, çmendurirat dhe budalliqet e ne shqiptarëve nuk kanë të sosur. Ka rreth 2-3 ditë që nuk më pushojnë mesazhet në Facebook apo në Instagram ku më kërkojnë linkun për t'ju dhënë mundësinë të marrin lëngun e jetës për të bërë një trup fit, për të bërë një trup të jashtëzakonshëm. Sepse qarkullon në portale, nuk e di se si e ka kjo lajme pikal, nuk e di, mund ta shikoni si një komedian i njohur, Agron Llakaj, për 34 ditë ka humbur 27 kg. Ja dhe foto tjetër, po ta shikoni, edhe vetë e kam zili këtë lloj trupi, biles disa herë vendosa t'i dërgoj mesazh vetes, të ma tregonte edhe mua, që do të thotë, vërtet është një kohë e çmendur, por pse duhet besojmë kaq kollaj me shqiptarët? Më ka pëlqyer gjithmonë një thënie që kemi patur në Alpazar. Merreni me të qetë, kështu ka qenë, është dhe do të jetë. Budalliqet në Shqipëri tashmë janë kthyer në institucion. Besoni sa më pak njerëz. Nëse doni të kuptoni, natyrshëm unë jam një karakter sportiv, kërkoj të vrapoj, e dua jetën, sepse dua t'i shërbej familjes time, fëmijëve, nipërve, mbesës, dua t'i shërbej profesionit tim. Por kjo nuk më pengon që të tregoj më real. Unë ky jam dhe sa jem. Por realiteti është i tillë. Prandaj, duke uruar paçi një fundjavë të bukur, besoni sa më pak, shihoni veten, jetën, familjen dhe buzëqeshni dhe qeshni. Nuk ka pasuri të madhe se sa jeta e bukur, por nëpërmjet një besimi relativ dhe jo të verbër. Ju uroj gjithë mirat.